Duhet ta dini që nëse prokuroria do t'i shtoj edhe akuzën në përfundim të hetimeve, do mund t'i shtoj edhe akuzën e grupit strukturuar kriminal, duhet keni parasysh diçka. Aty do merren në përgjegjësi penale edhe kolegët tuaj të cilët kanë shpifur, kanë fyer, kanë dashur të manipulojnë opinionin publik, provat e kështu me radhë. Kjo mbetet për të parë avokat, se edhe gjyqtari në sugjerimin e tij 3 persona përmend për grup strukturuar kriminal. Veliajn, Zoxhën edhe Elman Abulën. Po mirë, po këto kanë dalë më pas, shiko, do të kuptojnë, këto kanë dalë më pas gjatë përgjimeve dhe gjatë përgjimeve ai ka dhënë orientime dhe orientimet që ka dhënë ai janë bërë publike në media, në portale kështu me radhë. Dhe nëse prokuroria unë nuk them që ata do t'i marrë në kuptimin e për korrupsion e kështu me radhë, po mund t'i marrë si njerëz të cilët kanë dashur të manipulojnë opinionin publik duke manipuluar prova, sepse është hedhur një, si thon asaj, është bërë një punë jashtëzakonshme për sa i përket hedhjes manipulimit të provave ose manipulimit të fakteve ose Po nëse nëse vërtetohet kjo, avokat, nëse vërtetohet që janë manipuluar provat, se mbështetjen asnjë nuk di që të ketë një ligj që dënon mbështetjen e një gazetari, nëse nuk vërtetohet që janë marrë paras, çfarë delikate, nuk e di tani si e keni ju mendimin. Kjo nuk është çështje para, sepse ti nuk e fakton dot atë ka marrë para, nuk ka marrë para. Po atëherë kush më ndalon mua të mbështes Erion Veliajn, po supozoj, edhe pse se kam bërë. Ju mund ta mbështesi, po ai ka dhënë edhe orientimet kush. Dhe Biles ka thënë amar mos fuqoni edhe mos më nxirni te MSN-ja. E kuptonti, një nga mediat ishte për shembull që Juve nuk u donte, se u kishte inat.